Kur kemi fëmijë shumë emocional, shikoni, e ditë momentin që ti e prind i mirë, në qoftë se ti e ke pas fëmijërinë tonë të mirë, atëherë din mi u qasë. Mirë, po është interesant se gjenerata jam, edhe në qoftë se s'kemi pas fëmijëri shumë të mirë, ne e dim se çka është mos me pas për kujdesje prindërore dhe mos me pas ndonjë standard më të mirë. Edhe ne tani me gjenerata jam vetëm se këtë aplikojmë të fëmijët tanë, duke i plotësuar disa kushte të cilat ne nuk i kemi pas. Në qoftë se nuk mundesh t'i dalësh me fëmijë shumë emocional, atëherë duhet të referohesh të ndonjë psikolog apo ndonjë edhe sociolog i cili të këshillon si duhet. Për shkak se fëmia ndoshta i ka disa emocione që nguron t'i thot me prind. Ja, okay. Nguron t'i thot para prindit. Edhe nëse shoh plot kolegë që kam që janë psikologa, kam problem me fëmijët tyre, i referojnë të një koleg tjetër, jo që të bisedojnë me ta, për shkak se ne nuk i dhojmë prindrit prap një dozë duhet ta mbojmë për vete, sepse ka ndodhur shpesh, ndoshta neve dhe na i kanë keq përdor gjeneratës tem prind kur ju kemi tregu diçka, kjo po të pëlqen kjo, se sidomos në periudhën e adoleshencës ka të bëjë me sa simpatia, me gjërat e tilla, e shohim veten ndoshta pak më ndryshe dhe këto ngacmimet, bullizimet në internet, pra janë ato të cilat ndikojnë shumë në personalitetin e tyre, por unë tash mund të them lirisht që Akilin e kom pa dhe di që është një fëmijë mrekullueshëm, për shkak se nuk mundet me dalë një fëmijë ndryshe kur i ka prindrit empatik dhe i ka me shpirt bardhë. Faleminderit shumë, e vlerësoj. Por në qoftë se nuk mundesh me ja dalë, unë për Akilin jam këtu. Janë disa filma që ndoshta mundesh me i përmendë edhe për dëgjues tanë. Po, unë janë disa filma të cilat unë i shikoj me ëndje, unë edhe shikoj edhe filma vizatimor shpesh. Në përgjithësi edhe unë jam më shumë e juniorit. Për shkak se ka shumë ajo çka duhet një fëmijë me pas një film sot, se unë shoh se fëmijët janë të ekspozuar shumë kur i përmendin disa seriale, Breaking Bad e gjëra të tilla, ato nuk janë për fëmijë ato seriale. Fëmijët duhet të koncentrohen në filmat të cilat janë familjar, ku nuk ka ato sikur lloj sitcomi ku ndodhin komediat çastit ato dhe i bën mundi mirë. Jo me pas ankth edhe me shiku se çfarë po ndodh me film. Do me thonë ato që i kam referuar ne kanë qenë Ditari një dështakut i ka 4 pjesë që është një film jashtëzakonisht shumë i mirë dhe ka dhe filmat e tjerë të cilët për momentin nuk po më kujtohen. Do të thotë kryesisht familjar. Jam filma familjar me çështje familjarëve, mesantarëve të familjes, si ndodhin disa probleme, se mëson edhe nga ata filma për shkak se e sheh që problemet në fund zgjidhen me bashkëbisedim, se cili fëmijë bën probleme, edhe na kemi bën probleme. Unë sa me relaksu pak bisedën, e nxona vetën një mramje me Akilin Shkova, e pash që po sheh një film, i thash çfarë është ky film? Ishte një adoleshente që sprovonte veten sa ditë do të qëndrojë në thellësinë e detit, dhe ishte kundër familjes, ishte dhe ajo e rebeluar, po. Po, i gjithë shteti ishte në këmbë, me pa apo kalon një rekord ajo vajza. Ishte film i adoleshentëve në fakt, kur e pash. Edhe unë e shoh, thash, shumë shqetësim filmi, sa ishte të momentet, sekondat e fundit jetës, u fundosania, për një moment e kom gjetë Akilin, ma kapi dorën edhe tha, non, prit se do të ketë një fund mirë, në vetë sekondra ta kisha. Mos u shqetëso ti sonë po tregoj që është rregull, po. Që shëndimojmë një tjetrin në këto raste, nuk e di. Po kjo është ajo se ti ja ke dhënë shansën me diskutu lirë shumë, me qenë i lirë me juve. Se ndoshta gjenerata jeme kemi pas mall me po një film e prind për shembull. E po.